Vullneti u koni joni edhe ju që kesh. Qika. Ta shpulli drejt. Gjithmonë e ku full, këta unë jam konsistent, më falë. Po dhe ju që keni him, bërë keni kontribu. Jo me shu që këja. Kejt, pitë burgosëve, pisë të tenta. Që ta për thot Alili dhe bomë. Rezistenca të thonë sot dhe të thonë vajhërësi. Që kjo është definicioni i vërtet. Definicioni i vërtet është kjo. Krenar, me të hik fulli Amerikan për Kosovë edhe Hinë Serbia. A ban bre, a jenë atë qliru masin. A jenë qliru masin. A jenë qliru masin. A ti qysh po full? A jenë qliru masin. Si me pas ljonë shkollën kohë të losë kotët. Që shtu të full, për bezbol. Del këfuri e Serbia. A që për të arun të pi ofendon. Ti vazhdimisht që pëstu t'i ka thonë Amerikën nuk e vetëm na. Na bojna qa dujna Po këto. t'ja përdin që Trumpi. Ti që 5 vjetë që ty ke propagandu anti-amerikanistë. Me largu shtrim pikit të Evropës. Zotri që 5 vjetë A e kemi dikat videon kur... Ja ke kry punën dhe ju në Mihajlit, lutëm. Vëshis të ka shli listë deputet, ta ka bu me ile, berimin e shtine. Problemi është që... A e kemi dikat videon kur ti thot kushtrin, thot ti e thot anti-amerikan. Po ajo është një batut e mirë, ma në dhe kësho me një fatë Nuk e di a kemi dikat të ndonë. Kurdi është anti-amerikanit të thekur, i dëshmuar dhe i certifikuar. Nuk është do është njeri kritik që nuk e sheh Amerikën, nuk e sheh... Po. Djalushi, tu du të më mësu pak Jo, Djalushi, po ndryshe. zot rebeluli, se sa pa Djalush, besoj në ta ka shumë jetës mosh. Tu dush më falë nëse të ofendova Djalushi, po të nështë a i kini gjuhë tjetër Shqipe që e përdojë dhe kërkoj falje. Po Djalushi në gjuhën të Shqipe nuk është ofendim. Në regull. Adon? Po kërkoj falje edhe njerë po të kërkoj falje. Po këtu du të më Me zi mësu po pak. presta të gjojnë me gjindin pasaj zonje Na juqi. të respektojnë, apo të Faleminderit mësu shumë pak këna. me... Me marrënin si po. Veni ka pak me piskat, Veni në Rom, duhez Romën s'du. Qështë e ke gjithë për shtatë, që mundë. Jo, pa, Ja bile kjo lavdrojt. Kërkoj që pjesën kur unë kam folur për videon të shpërfaqet edhe në Facebook, Cyril. Sepse vërtet është presioni shumë i madh, kam filluar gjitha portalet që të komentojnë mbi atë që ka shkuar, mbi shpifin që ka bërë kandidatja për deputete, e që nesër ju garantoj që pas vitet të dalet do të kërkoj falje. E tash që kjo është ajo që diskutojnë edhe na si kolegë shumë herë, domthonë që na kanë herë plasojmë që pretendime të ndryshme të njerëzve që nuk i kontrollojnë faktet e tyre. Edhe sot domthonë kjo ka lëshuar një argument pa qenë, një argument pa qëndrueshëm, edhe tash zella media riprodhon të njëjtën pa vërtet. Edhe derisa ju e bëni demontin ajo e vërteta e pavërtetave që ka kryer punën e vet. Unë pajtona domthonjë që marrëdhëniet me Amerikën janë më komplekse se sa kanë që interpretojmë ne. Për State Department nuk ka marrëdhënie ndoshta të mira me zotin Kurti. Abdullah Hoti ka qenë shpyt bardh, Albinis ka qenë shpyt bardh. Në rregull, jo, ideja është domthonjë që departamenti i shtetit e ka një politikë, po ashtu ka edhe departamenti i mbrojtës. Halili ka qenë me një qeveri e cila është kritikuar për taksën, po prapë çaj kryeministri ka pas marrëdhënie të shkëlqyeshme me departamentin e mbrojtës, edhe ka bërë ushtrim. O pik. A domthonjë që marrëdhëniet janë kanë dy kahore, domthonjë ke marrëdhënie të mira me CIA-n, ke marrëdhënie të mira me departamentin e shtetit, mund të pas marrëdhënie të këqija me departamentin e mbrojtës. Këtë rast zotri Kurti ka marrëdhënie që shihet nga një park pikpamje kozmike, ka marrëdhënie më të mira me departamentin e mbrojtës. Dje paralajmëroj, dje paralajmëroj, ai që kam marrë, dje paralajmëroj. Mos e thoni pa vërtet. Dje çfarë pa vërtet, a paralajmëroj. Ramushi ka qenë. Jo, veç pak, aty ka ofruar çet çeverin për me thoni vërtet ban krahasim. Aty ka ofruar çet çeverin Kurti 2, Amerika edhe Xhavalinat. Aty ka ofruar edhe tash edhe Black Hawk. Është kjo merit Albin Kurti. E kujt është? Është merit e një marrëveshje, a bën veç pak. Ja be tash edhe është merit me fakte me fola. Jo, s'është mas ke ligji të FSK-s për transformim të nëse kish pas marrëdhënie të këqija, nëse kish pas marrëdhënie të këqija edhe në mbrojtje i kish ndërprer. Po s'ka marrëdhënie është marrëveshja, s'ka të bëjë me qeveri. Po jo bre, nëse ishin kanë marrëdhëniet e këqija në aspektin e mbrojtjes, sigurisht ja kish ndërprer sigurisht se dialogu strategjik. Po drejt po edhe helikopter dhe qita. Që kjo është Do që ta shëllon kjo foza a fundit që me dhe djetëve që po s'ka kishë. Alera, di që më thonë une, që të kish pas marrëdhënie të këqija me sigurinë mbrojtje, ja kish ndërprer sikur se dialogun strategjik. Po dialogun strategjik e ka ndërprer Departamenti i Shtetit. O diplomaci. Po,
Në aspektin e sigurisë ka marrëdhënie të mira kurdi, mos e po marrë marrëdhënien. E tash më thonë sto që marrëdhënia me SBA është paguar. Po bre, ambasada. Ajo me popullin e Kosovës. O Ali, ju nuk pajtuna. Ka shumë ambasada komunikat ka thonë i ke instrumentalizu policinë në veri, i ke përdorur për qëllime politike. Për një rast veçantë, për një rast veçantë, është e vërtetë. Po ai ka thonë si ka thonë. Për një rast veçantë. Po a ka të bëjë me siguri? Kush? Ç'kja? Aja ka qenë thonë ambasada amerikane, veprimet e Albin Kurtit, po i cënojnë interesa strategjike dhe sigurinë dhe paqen në Kosovë. Edhe ata kanë interpretuar që kjo i lëshë çfarë mos i relativizoni gjërat se marrëdhëniet me Amerikën s'ka qenë kur më të këqija. Unë po do të them që marrëdhëniet janë më komplekse se rënë më të madhe që ka thonë Albini te kushtim Sadiku është ka thonë kush i kena pas mund më mirë me Amerikë ka rrejt domethënë. Ndërkohë që kur e ka vit kushtrimi ai kena të mira se po thuaj që i kena të këqija kushtrimi ka thonë të vërtetë. Ama ai ka bërë një shurje, ç'është po tentojnë me bolla na këtu në far dallimi në far shurje mes marrëdhënies me departamentin e shtetit dhe me departamentin e mbrojtjes. Se në Amerikë është poshtë. Sosh më në Amerikë gallbodi që Halil është këtu me na i vërtetu faktet për vitet 90. Halil departamenti i shtetit ana ka thonë që ky është terroriste. Ama departamenti i mbrojtjes e ka pse nuk i prishit. Ramos Haradinaj ka pas tetën kohë marrëdhënie të mira me Turqinë. Jeni dy shtetet barabarta. Ai gore po bani. Një shtet kaq i vogël që s'ka kur far fuqi. Po se Ramos Haradinaj tetën kohë ka pas marrëdhënie të mira me Turqinë. Gjithë tek zona e Jubit se nuk e kemi dëgjuar. Hajde smakiçi meriton zona. S'kam çast fuqi. Nuk kam çast fuqi me manipulu opinionin publik. Nuk jam çast megaloman. Nuk jam çast megaloman si ti që me mendu që unë muj me interpretu edhe me ndiku opinionin publik. Asnjë departament si ka punë të mirë. Me asnjë. A ka ndonjë valid? Kur s'ka qenë Pentagon, Albin Kurti s'ka shkel komatin Pentagon. E Ramos Haradinit ka shkel. Ramos e ka themelu ushtrinë dhe ka nënshkruar marrëveshje. Apo çfarë për Gjevalina. Hajde zona Jupi. Një orë, hajde tash të argumentut ka dalin vetëm pak, si japim edhe argumente tjera bre. Po folni Amerika, Kosova, thutë jena atë njëjti nivel. Po kush jena na për Amerikan, me full të drejtën jena shumë të vegjël. Na marrim dima prej tyne. Na, jo, tash, mundët kushdo mos mu pajtu ose mu pajtu. Natyrisht që i mbojnë këto që ka e lexoj krenari as nuk po. O ka dole, hajde veç një sekund bre, veç një sekund. A më mësope me ngu edhe ti? Jo një orë po të dëgjojnë, edhe po kryhet Kushe një orë gjysë për të dëgjuar zonja. Në minutën e dytë se Zotja Ahmeti që një orë gjysë s'kum thuj. Ani. Jo, këse në emisionin. Po nuk po ve. Jo. Shmatiqi edhe krenori me... Po, edhe pranvera. Edhe pranvera pa e qenë kërgojën. E vërtet. Mirë dhe në regull. Pranvera s'ka